Porosi nga Imam Gazaliu. Sigurisht Imam Gazali, një nga mendimtarët më të shquar të Islamit dhe filozofisë islame, ka lënë pas edhe shumë porosi të thella dhe frymëzuese për jetën, shpirtin dhe rrugën e shpëtimit. Ja disa nga porositë më të rëndësishme që ai i la. Në 1. Rëndësia e dijes së sinqertë. Dija e vërtetë është ajo që ndryshon zemrën dhe sjell afërsi me Allahun. Kërkoni dije për të kuptuar të vërtetën dhe për të përmirësuar shpirtin tuaj. Imam Gazali thekson se dija është rruga kryesore për të kuptuar veten dhe për t'u afruar te Zoti, duke theksuar se dija pa vepruar dhe pa pastruar zemrën është e kotë. Në 2. Pastrimi i zemrës dhe pastrimi i shpirtit. Zemra është thesari më i shtrenjtë dhe pastrimi i saj është detyra më e rëndësishme. Largoni lakmin, urrëtitjen, xhelozin dhe epshin që e mbushin zemrën me errësirë. Imam Gazali na mëson se për të arritur paqe të brendshme duhet të pastrojmë zemrën nga ndjenjat negative dhe të ushqejmë dashurinë për Allah. Në 3. Vlera e introspektimit dhe vetëdisiplinës. Një njeri që nuk e kontrollon veten është si një anije pa timon, pa vallon. Vetëdisiplinat janë mjetet që na ndihmojnë të rritemi shpirtërisht. Ai thekson rëndësinë e reflektimit të brendshëm dhe të përpjekjes për të përmirësuar veten çdo ditë. 4. Vlera e faljes dhe mëshirës. Të falësh është më e fuqishme se të hakmerrësh, sepse falja pastron zemrën dhe sjell paqe në shpirt. Imam Gazali na mëson të jemi të mëshirshëm dhe të falim, për të shmangur zemrimin dhe për të ndërtuar marrëdhënie të mira me të tjerët. 5. Rëndësia e jetës së pëlqyeshme te Zoti. Jeta është një udhëtim drejt takimit me Zotin. Përgatituni për atë ditë duke bërë veprime të mira, duke kërkuar falje dhe shmangur veprat e liga. Ai na kujton se çdo veprim duhet të jetë i orientuar drejt përhershmërisë shpirtërore dhe afërsisë me Zotin. 6. Kujdesi për veprat e vogla. Madje edhe veprat më të vogla, nëse bëhen me sinqeritet, kanë vlerë të madhe para Zotit. Imam Gazali thekson se rëndësia qëndron në qëndrimin e brendshëm dhe qëllimin pas veprave tona. Rëndësia e shpresës dhe përuljes. Nën 7. Rëndësia e shpresës dhe përuljes ndaj Zotit. Mos humni shpresën në mëshirën e Zotit, sepse ai është më i mëshirshmi ndër mëshiruesit. Ai na mëson të jemi të përulur dhe të kërkojmë falje për gabimet tona, duke besuar në faljen e Zotit fuqiplot.